Kjo grua ishte jashtëzakonisht e pastër. Ajo kishte ndërtuar një pishinë anijën e saj kozmike. Nga pishina mund të shihej qartë hapësirën jashtme. Ishte luksi profugentar. Një ditë, ndërsa inxhinieri po flinte, gruaja po notonte vetëm në pishinë. Pa pritur, sistemi i gravitetit e anijës u prish. Uji në pishinë u shkëput nga kontrolli i gravitetit dhe filloi të ngrihej në ajër. Gruaja e ndjeu se diçka nuk shkonte, por nuk mundi të rezistonte. Ajo u përfshi nga një sferë gjigante në ujë. Edhe inxhinieri që po flinte filloi të ngrihej në ajër, por nuk u zgjua. Ndërsa sfera e ujit bëhej gjithnjë më e madhe, gruaja luftonte me dyshpërim, por nuk mund të çlirohej nga uji që e rrethonte. Ajo mund të notonte vetëm me një bëritim. Më në fund, ajo doli në sipërfaqe dhe arriti të merrte frymëlirshëm, por sërish nuk mundi të dilte nga sfera e ujit. Një sferë tjetër uji u përplas me të sajën dhe të roqi sërish në ëndël. Dy sferat u bashkuan në një të vetme, duke bllokuar gruan brenda. Ajo humbi kontrollin mbi trupën e saj. Ajo u përpoq të notonte lart, por mbeti në të njëjtin ënd. Në atë çast, inxhinieri u zgjua, por ai po qëndronte pesur në ajër. Nuk ishte asgjë që mund të bëte. Gruaja shtriu krahët dhe ngriti dorën mbi sipërfaqen e ujit, por trupi i saj nuk lëvizte. Për shkak të mungesës së zgjatur të oksigjenit, gruaja gradualisht humbi ndjenjat. Nëse askush nuk do të vinte ta shpëtonte, ajo do të vdiste. Fatmirësisht, sistemi i anijës përfundoi riparimin automatik në atë moment dhe riktheu gravitetin brenda mjetit. Sfera gjigante e ujit u përplas përsëri në tishin. Gruaja u zgjua nga gjendja e fikët, duke marrë frymë thellë për ajër të pastër.